Bashkimi Evropian synon ndërtimin e një buroje dronesh në kufirin lindor me Bielorusinë dhe Rusinë, me që konsideron se të dyja përbëjnë kërcënimin më të madh për të. Por çfarë është saktësisht kjo lloj buroje? Ku do të shtrihet, sa do të kushtojë dhe kur do të jetë gati? Shpjegojmë në pak minuta. Me siguri keni dëgjuar që dronet kanë shkaktuar shumë probleme shteteve evropiane së voni. Ndoshta momenti më kritik ishte kur rreth 20 dronë rus hynë në Poloninë shtator, duke e detyruar këtë shtet ta mbyllte për pak kohë hapësirën ajrore. Prej atëherë, dronet kanë fluturuar mbi infrastrukturën kritike, mbi bazat ushtarake dhe termocentralet në Gjermani, Bullgari, Rumani, Suedi, Danimark dhe Norvegji. Edhe pse jo të gjitha lëvizjet e dronëve janë atribuar Rusisë, shumë qeveri evropiane dyshojnë se Moska është duke sfiduar durimin e Evropës me këso lloj aktivitetesh hibride. So Baltic states and Poland here are again front runners, and with the recent provocations, perhaps again that could be a trigger for us to speed up our preparedness, not first of all in this frontier region, but also in the whole European Union. How we can build our anti-drone capabilities and anti-drone capacities. E si mund ta mbrojë Evropa veten kundër dronëve? Përgjigjja më e lehtë është të rrezojë. Por edhe kjo kushton. Shtetet evropiane kanë sisteme të ndryshme ajrore, mirë po kryesisht për mbrojtje kundër raketave dhe jo dronëve. Kur Polonia i rozoi disa dronë rus në territorin e saj, ajo përdori raketa shumë të shtrenjta që i lëshoi prej aeroplanëve multimilionësh kundër dronëve të disa mijëra eurove. Prandaj politikanët dhe ushtarakët pajtohen se duhet pasur mburoj dronësh për ta parandaluar hyrjen e këtyre mjeteve ajrore. E si mund të duket mbrojtja? Planet fillestare janë që të mos jetë plotësisht e dukshme me sy të lirë. Natyrisht se mund të ketë antena dhe stacione bazë në kufirin lindor, por ideja është që të krijohet një sistem i integruar që i lidh sensorët akustik me pajisjet për vëzhgim, siç janë kamerat dhe radarët me kapacitete ushtarake, që më pas dronët të identifikohen, që bllokohen sinjalet dhe të rrëzohen. Ka sugjerime që mburoja të shtrihet prej Norvegjisë nëpër kufirin e Finlandës me Rusinë, më pas në kufit e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, si dhe në kufit e Polonisë me Bielorusinë dhe Rusinë. Disa besojnë se duhet të shtrihet edhe në Slovaki, Hungari, Rumani dhe Bullgari, në kufit e tyre me Ukrainën. Se kur mund të finalizohet diçka, varet se sa e sofistikuar do të jetë mburoja dhe nga shtrirja gjeografike. Por një gjë dihet, do të kushtoj shumë, nga 10 deri në 11.5 miliardë dollar. Ky fakt është duke i shtyr shumë lider evropian që ta rimendojnë procesin. Faktori i dytë është që në rregull, po krijohet mbrojtje në krahun lindor, por çfarë ndodh me kërcënimet nga drejtime tjera, përfshirë prej brenda territorit evropian? Ka dyshime që dronët që fluturuan mbi Oslo dhe Kopenhag ditë më parë, ose janë nisur nga ndonjë tokë e afërt, ose nga anijet që kanë lëndruar në afërsi. E këtë gjë nuk mund ta parandaloj asnjë mburojë dronësh. Prandaj, duket se ministrat e Bashkimit Evropian dhe NATO-s do të kenë mjaftueshëm se për çfarë të diskutojnë në javët në vazhdim.